Kiameti, ne ja kemi marrë dorën të njeriu. Ja dim shtrafat kuj, ka ja kemi lëshu total. Edhe në fundit e fitu me 5.700 vota tash zbashku, besoj se bëjmë diferencë shumë më të madhe, sepse a e dini si. Valbon Limani është kandidat që ka marrë në rundin e parë zgjedhjet lokale në historinë e Gosivarit më shumë të votë. Ka pas kandidatura të mira Gosivarit. Po askush ka marrë 7.000 vota, dhe imaginoni kur unë fitojsha Nevzat Betën, imaginoni Valboni që është disa herë më i mirë se une, edhe njerëve të pakën Besoj se në bas 11 janarit definitivisht dhe të të smire me politikë, po mos harroni 2029 e mund dalë e në lirë. Që aty e ka mendën, ose kryetar ose s'ka kryetar komunë.